thoshte Platori po shkoj pe martringën Mitrovic, Miki I thoshte po ma kujton ti mu vetën kur Naimi vjen të merrte mu në Mitrovic. Nga e morët Mitrovicës bashkë edhe si mami ët, në momentin e parë kam thënë po ky qenë ka I duhur. Kur jemi fejuar e kemi kuptuar që e kemi prit njëri tjetrin në dyert të gabuara. Unë kam bajti nati se kam mendu që ai s'ka dalë, ai kam bajti nati se kam mendu që unë s'kam dalë. Tash po do më kalu të Platori. Nuk muna, do të thonë falem, po se moj pa arritsh atje, kur qysh. Po më intereson njohja jote me Platorin se ç'është ka ndodhur. Nuk e di, ndoshta edhe e ke tregu më herë dikon, por nuk është që kam hasë edhe me pa ashtu, kështu që kisha pas ndërë me një prit teje. Jo, me Platorin nuk kam tregu se si jam njoftu, po fillimisht ne kemi qenë shok, edhe ishim shok kështu me vite, mund të themi ndoshta 2017-2018, qysh atëherë, edhe flestim her pas here. Madje kemi lënë një herë një takim kështu shoqëror për të diskutuar e për dalë për të fol, edhe kur jemi fejuar e kemi kuptuar që e kemi prit njëri tjetrin në dyert të gabuara. Dhe unë kam bajti nati se kam mendu që ai s'ka dalë, ai kam bajti nati se kam mendu që unë s'kam dalë, këtë e kemi kuptuar mbasi jemi feju, se I kam thonë këtu të kam prit. Ai tha jo, unë kam prit dera tjetër, I kam shokte, krejt dëshmitar që kemi dasht, unë kam dasht me taku atë ditë. Edhe pra është një histori shumë interesante, kështu po filloj me një shoqëri shumë të ëmbël. Edhe më pas kur filluam të kuptojmë që ka diçka pak më shumë, nuk u shkëputëm dot. Qysh e ke ndjeh që është I duhur I Platori? Se nashta shumica e femnave edhe ato që përcjellin TikTok dyqysh e kanë ato ditë sotit, qysh me ditë që ky person është I duhur, qysh e kuptoj tringa se Platori ka me shu jetë pjesën tjetër tjetës me ta. Mënyra se si të trajton është shumë e rëndësishme, ato detajet e vogla, sa I vëmend shumë është për gjërat që ti I thua, për gjërat që ti I bën, që I tregon që I don. Pra, sa po e përcjell pasionin tënd, dëshirën tënde, sa po kujdeset për ty, sa po don. Dashuria nuk ka logjik, pra është krejt varësisht nga situatat edhe nga njerëzit. Edhe normalisht që kur e shoh këtë dashurinë edhe këtë mirësinë, po edhe mirëkuptimin që e kemi, thjesht në momentin e parë kam thënë po ky qenë ka I duhur, se kam pas sa I vëmend shumë është në mua, edhe kjo mund të themi që ka qenë ai momenti ku them unë ky është I duhuri sepse po më bën me ndi diçka ndryshe. Do me thonë, përveç sjelljes, Platori ka qenë shumë I kujdesshëm që më ta marrë zemrën ty. Po, ka qenë shumë I kujdesshëm me vërtet. Historinë paka shumë si të njëjtë me Mirjen e me Naimin po mdoket. Se ata që shto janë taku, kanë dalë. Kur I thoshte Platori po shkoj pe martringën Mitrovic, Miki I thoshte po ma kujton ti mu vetën kur Naimi vjen të merrte mu në Mitrovic. Kështu që në këtë aspekt po mund të jetë ngjashme. Më pas në disa gjëra dhe elemente tjera jemi goxha të kundërt në raport si çift, kështu. Po prap gjithmonë me atë mirëkuptimin edhe harmoninë që mbyzotron. Qysh është për juve më kon edhe ti edhe Mirja prej të njëjtit vend? A merrni komente edhe për këtë pjesë, domethënë ti Mitrovic, Mirja në Mitrovic? Çuditë njerëzit, ju duket shumë interesante, për këtë më shumë merr komente Platori, se nga e morët Mitrovicës bashkë edhe si mami ët, po është diçka pozitive se na Mitrovicalit ose jemi shumë të mirë ose nuk bën me neve. Kështu nuk duhet me I ngasmu shumë. Edhe kemi pas një mirëkuptim të vazhdueshëm, pra edhe çështja e mentalitetit e kemi kuptuar njëra tjetrën më lehtë dhe mendoj që po është një çelës pse unë edhe Miki kalojmë shumë mirë. Domethënë, përbjen që masi që jeni bashkë vendase, domethënë keni mujt më përputhë që kaq mirë me njëra tjetrën. Mundet me qenë një element kështu, po jo domosdoshmërisht.